Zoti Kryetar, në datën 16 dhjetor të vitit të kaluar kam depozituar zyrtarisht kërkesën për interpelancë me Ministrin e Bujqësisë. Për të qëndruar strikt rregullores, dua t'ju kujtoj nenin 96 të saj dhe mbi të gjitha nenin 80 të Kushtetutës. Çdo antar i Këshillit të Ministrave është i detyruar të përgjigjet interpelancave dhe pyetjeve të deputetëve brenda 3 javëve. Kanë kaluar 4 muaj, më në fund Ministri i Bujqësisë e mbaroi vizitën turistike, tani e shoh në sallë dhe nuk shoh kërkesën time për interpelancë për një çështje që ka të bëjë drejt për drejt me një sektor jetik si bujqësia dhe që lidhet kërkesa me fondet e IPARD-it. Ju nuk po testoni durimin e një deputeti. Ju po testoni durimin e të gjithë atyre fermerëve që sot po mësyn para dyerve të ministrisë. Tani çfarë kuptimi ka, vjen sot ministri, do bëni një interpelancë për qumshin. Për cilin qumësh? Për qumshin plur të Serbisë që ka përmbytur tregun. Për cilin qumësh kur i shfarosët gjysmat e krerëve të Baktisë. Tani ka ardhur ministri këtu, a ka një argument kushtetues dhe ligjor pse kërkesa për interpelancë ka 4 muaj dhe depozituar? Çfarë do më thoni sot? Më thatë në konferencën e kryetarëve administrata ministri është me pushime. Me pushime dhe me taksat atyre fermerëve që protestojnë sot. Tani ministri ka ardhur në sallë. A do flasim për fondet e IPARD-it apo do merremi me qumshin plur të Serbisë? Së dyti, në muaj shkurt, një kërkesë për interpelancë me Ministrin e Shëndetësisë ka humbur jetën një 35 vjeçar në zemër të Tiranës në QSUT. Shkoi të kuroi për diabet, doli pa jetë nga spitali. Familja ka një vit kërkon kartelën e vdekjes dhe ministra nuk dejon të vinë këtë sallë. Tani a keni, unë e kuptoj që s'keni asnjë respekt as për kushtetutë as për ligje, po të paktën për dinjitetin e këtyre njerëzve a keni një farë respekti, a keni një farë dëmshuri, a keni një farë humanizmi. Tani nuk bën sens kjo sot që ka ardhur ministri këtu dhe të mos i përgjigjet një kërkesë për interpelancë që ka 4 muaj në sirtarët e kuvendit për një çështje kaq të rëndësishme. Ka 3 vite fondet e IPARD janë bllokuar. Kush do ja jap serin? Kush do ja llogari këtu? Përse fermerët për të 3 vit radhazi nuk përfitojnë fondet e IPARD-it? Se mi që i nën financoni dhe i u rëndoni gjithmonë barën mbi supe. Po s'ka logjikë kjo tani. Presim përgjigje kryetar të paktën nga ju. Nuk është thënë konferencën e kryetarëve në ministri është me pushime, por gjithsesi përgjigja është kthyer ditën e djeshme.